Fermerët në zona të ndryshme të vendit kanë nisur mbjelljen e misrit duke hapur kështu sezonin e ri të punëve bujqësore pranverore. Pavarësisht kostove të larta të naftës, farave dhe plehrave kimik, ata vjojnë punën në parcelat e tyre. Në Laknas kanë nisur mbjelljet e para, ndërsa e njëjta situatë paraqitet në zonën e Myzeqes. Fermerët janë angazhuar intensivisht në tokat bujqësore. Sipas fermerëve, këtë vit shpenzimet janë ndjeshëm më të larta. Rritja e çmimeve po ndikon drejt për drejt në kostot e prodhimit, duke i vendosur ata përballë vështirësive ekonomike. Jashtë kamerave ata shprehen se puna në tokë nuk mund të ndalet, pavarësisht sfidave. Jemi mësuar me punë dhe nuk mund t'i lëmë tokat djerë, edhe pse shpenzimet janë shumë të larta, thon fermerët. Megjithatë, ata vjojnë të punojnë për të siguruar të ardhurat dhe për të mbajtur tokat në prodhim, ndërsa shpresojnë për një sezon të mbar që të kompensojë kostot e larta dhe të sjellë prodhim të kënaqshëm. Ekspertët bujqësor theksojnë rëndësinë e mbjelljes në kohë dhe përdorimin efikas të inputeve për të shmangur humbjet. Ata sugjerojnë dhe mbështetje nga institucionet për subvencione dhe këshilla teknike. Fermerët shprehin pritshmëri që prodhimi i misrit të përmirësojë tregun vendas dhe të ndihmojë në stabilizimin e çmimeve. Sezoni i ri pritet të jetë test për durimin dhe përkushtimin e tyre, por edhe një shans për fitime të kënaqshme.